إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فلندرويم dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Salamat ja dërgoj Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, jem duke jetuar në një kohë që atë shumë janë të dhënë njerëzit pas kësaj dynjaje, saqë me ju fol për ahiret me një mezhlis, një numër i madh i tyre, me ju fol për botën tjetër, me ju fol për xhenetin, me ju fol për xhehenamin, hiç s'kan qef. Hiç nuk kanë qef me ndëgjue që kanë me lanë këtë dynja dhe me shku në botën tjetër. Thuhet ti se kanë me jetu në këtë dynja gjithmonë. Thuhet ti se Allah Jalla wa Ala këtë dynja ka po për me jetu gjithmonë edhe jo ahiretin. Pra jem të jetu me një kohë që këshilluesi për të mirë, urdhëruesi për të mirë dhe ndaluesi nga e keqja, shikohet me një sy të prapambeturisë. Kur e sheh një tri i cili është duke fal, ata thonë hajt bele se ka kohë. Kur e sheh një njeri që Zoti ja ka dhënë të gjitha të mirat, po shkon në xhami, bën ibadet Allahut, jep zeqat, jep sadaka, thonë pse marrë ky po vepron kështu? Shijoj jetën. Nuk jem duke jetu me një shoqëri e cila nuk e din as pse është tu jetu. Nuk e din qëllimin e jetës pse ke ardhur në këtë dynjë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dynjën na thot: Inna dunya hulwatun khadira. Dynjaja është e ëmbël, është e gjelbërt. E gjelbërt janë i tërheqse, tërheq njeriu si ngjyra e gjelbërt. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun. E Allahu Jalla wa Ala ju ka lënë më këmbës të tij në tokë. Fayanzur kayfa ta'malun, edhe shikon çka po punonin ta. Allahu Jalla wa Ala shikon çka jeni duke vepruar dhe çka jemi duke punuar ta. Jo se cili peshion jetën më shumë, e haramat më shumë, e mos me ditë qëllimin e krijimit, edhe me pas dro që dikush ta përmend xhenetin dhe xhehenamin, ta përmend dënimin edhe shpërblimin, ta përmend botën tjetër. Allahu Jalla wa Ala na kalon me këmbës së tij në tokë dhe shikon se çka po veprojnë. Pastaj thot Rasulullah: "Fattaqu dunya wattaqu nisa." Ruani nga mashtrimi i dynjas dhe sprovat e grave. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, sepse sprova e parë tek pasuesit e Musës alayhis salam ka qenë sprova e grave dhe ju shkatru. Pra pejgamberi i Zotit në këtë hadith po na tregon që dynjaja është e ëmbël dhe tërheqëse, po njeriu i mençur e balancon këtë botë me botën tjetër, e shfrytëzon këtë botë për botën tjetër, e bën bashkë të ahiretit, gjitha të mirat që ja ka dhënë Zoti, e falenderon, jep zakat, jep sadaka, si shaj falëndërimi dhe obligimi ndaj Zotit, dhe Allahu Jalla wa Ala i jep, dhe ky e din që sado që njeriu të shtohen mirësitë, du të më ndal ndihmë të tjerëve në mënyrë që me fitu ahiretin. I lumi ai njeriu që është i tillë. E jo si të tjerët që thonë unë vetë e kam fitu, ku shukon në atë botë me ardhë me na kallëzu, edhe me na shit mendje neve këtu që jem në xhami. Sepse Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'anin Fisnik: Innama mathalu al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama. Shembulli i kësaj dynjaje thot është sikur se shembulli i shiut që zbret nga qielli. Fa ikhtalata bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nas wal-an'am. Pastaj nga ky shi gërthehen bimet njëra me tjetrën, me të cilën ushqehen njerëzit dhe kafshët. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat, derisa toka thot të ketë marrë stalinë e saj dhe të jetë zbukuruar,
wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha. Edhe njerëzit mendojnë që janë të zotët e tokës. Njerëzit, so i tillë që ne të marrë, mendojnë që janë të zotët e tokës. Jo Allahu Jalla wa Ala. Ata janë zotët e tokës dhe bojnë çka dojnë në këtë tokë që Zoti na ka falë. E Zoti thotë, kur toka i merr zbukuritë e saj, stolitë e saj, dhe këta mendojnë që ja na jemi sunduese e tokës, toka është e jona, bojmë të çka dojnë na. Allah Azza wa Jalla thotë, ataha amruna lejlen au naharan. Pastaj thot vjen urdhri jon ditën ose natën. Ve ja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Dhe për këtë Bukarisht thot e kena korr tokën, thot Zoti xhallahu ala. Atë shkatërë bëhet sikur do këtë e korme. Sikur mos me pa ekzistue dje fare hiç. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Thot në këtë mënyrë, thot, ne ju asqaroj njerëzve këtë çështje, atyre njerëzve të cilët jetë fekkerun mendojnë. Prandaj dashur vëllezër besimtar, dynjan që Allah Azza wa Jalla na ka falë ato, ta shfrytëzojmë si bashkë të ahiretit. Dhe mos mendojmë që ne kemi jetuar gjithmonë ato. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot, "Wallahi ma ad-dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'." Wallahi thot, me krahasu dynjan me botën tjetër është. Sikurse me fut ndonjëri për juve gishtin në deti edhe me nxjerr, a merr diçka me veti. Asgjë s'merr njeriu kur e fut gishtin në deti edhe nxjerr. Ka ç'është dallimi mes dynjas dhe ahiretit. Ato çka e merr nga deti është dynjaja, e ahireti është sikurse oqeani dhe deti. Krahasim me këtë botë. E humbsi më i madh është ai i cili e humb të përhershmën duke u mashtruar me të përkohshmen. E fituesi më i madh është ai i cili e shfrytëzon mirë të përkohshmen, qoftë në mirëqenia të dynjas, qoftë duke e shfrytëzuar për botën tjetër. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Mali walid-dunya inma ana karakibin qal fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha." S'kam thotë në me dynjan bëj kur gjë hiç. Unë jam thot sikur se udhëtari i cili është ullë në një hije pemës dhe ka pushun disa kohë, pasi që e ka kry pushimin është ngritë dhe ka vazhdu rutinë. E kjo pemë është dynjaja, kjo hije është dynjaja, sepse njeriu kalon në për fazat e jetës derisa të shkon në destinacionin e tij final. E fazat e jetës janë në barkun e nanës e para, pastaj fëmijëria e dyta, pastaj mosha e pubertetit e treta, pastaj varrezat e katërta, pastaj ringjallja e pesta, pastaj xheneti ose xhehenami e gjashta, Zoti na ruaj prej tij. E na bëj për banorëve e xhenetit. Gjithashtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e thonë edhe këtë hadith dhe pa përfundojmë në mënyrë që ta përkujtojmë qëllimin e jetës. Kur e ka këshilluar Abdullah ibn Omerin radhiyallahu ta'ala anhu wa anhuma, e ka kohë për krahu, sikur shokun dhe i ka thonë kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. O Abdullah, jeton dynja ka'annaka gharib, sikur me qenë gurbetçar. Aw 'abiru sabil, ose udhëtar. 'Abiru sabil është njëri që ka mbet rrugës dhe vazhdon rrugtimin e tij. Jeton si me qenë gurbetçar, sepse gurbetçari është njeri i huaj në një vend të huaj, e nin veten i huaj në një vend të huaj, gjithmonë e merr mallin me u kthy te vendi i tij i lindjes. Ky është gurbetçari. Sigurisht që janë ata gurbetçarë që kanë ardhur te gurbeti. Mytën të punu shkretit 11 muaj me ardhur një muaj me shiju në vendin e tij në Kosovë. Jeton thot si gurbetçar sepse ne thot prej ardhen e kemi në xhenet. Njeriu prej ardhen e ka prej xhenetit, jo prej tokës. Edhe pse është i krijuar prej tokës, Allahu e ka krijuar xhenet. E merr malli robën më kthy te xheneti i Zotit, te e përhershmja që ka qenë. Kështu thot jeton, me përmallim për botën tjetër, me përmallim për vepra të mira, me përmallim për Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe botën tjetër me na bashku me ata që kanë shku para nesh, për njerëzve të mirë, prej pejgamberëve, prej dëshmorëve dhe njerëzve të cilët e kanë pas frikën Allahut xhallahu ala. Ky është besimtari vërtet i cili dashur vëllezër e shfrytëzon këtë botë për botën tjetër. Shpesh neve i cekmi këto hadithe jo për ta ftofë jetën dikujt.
E thonë hoxha veç për varr, po fal veç për dekën, veç për botën tjetër. Na kena me punu, e kem familje, do të me majt. Se hoxha është jetim, s'ka kërkon hoxha. Hoxha në man dikush. Jo dashur vëllezër, nuk i kem me ftof jetën në këtë dynjë. Muslimani e balancon jetën, sepse Resulullah ka thënë, nëse shet ku bë kiamet, e keni pem dorë mille, që me tregu që dush me punu, me vepru. Ama ka thënë, kujtoje vdekjen sikur se me vdek nesër. E balanca është me shfrytzu këtë dynjë për punë të mira, qoftë në mirëqenie të vetes tonë, qoftë duke i bërë mirë të tjerëve, edhe duke punuar për botën tjetër shumë. Vetëm këtë formë balancojmë jetën dhe i dham kuptim jetës dhe kem rahati shpirtërore, rahati familjare, rahati të imanit dhe të besimit, sepse në qoftë se ne jetojmë vetëm për këtë botë, vaj halli për neve dhe njerëzit që më së shumti kanë vështirësi të jetës, qoftë në formë psikologjike, qoftë në formë të jetës së tyre të rahatisë të shtëpi, janë ata që jetojnë vetëm për këtë botë, sepse s'ka rahati të përhershme në këtë botë. Kjo botë është sprovë, për këtë edhe ka emrin dunja, sepse është min dene, është diçka e ulët, e ahireti ka emrin al-akhira, sepse është min al-ulu, është i lartë. E ta shfrytëzojmë të ultën për me fitu të lartën, dhe jo ta shfrytëzojmë të ultën për me hub të lartën. E lutem Zotin xhalla wa ala që të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët i balancojnë gjërat në mënyrën më të mirë të mundur. E lutem Zotin xhalla wa ala që të na bëjë prej njerëzve që e duam ahiretin, punojnë për dynjan tonë dhe për ahiretin tonë. Duke lutur Allahu xhalla wa ala të na bashkojë në xhenetet e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.